E marta e 11 nëntorit sjell lajmin që spritej. Këto 5 shenja do ndryshojnë gjithçka. E marta e 11 nëntorit nuk do të jetë një ditë e zakonshme. Universi po lëviz me një forcë të pazakon, dhe kjo energji do të prek 5 shenja që janë gati për një kthes të madhe. Për disa do të jetë një bekim i papritur. Për të tjerë, një zgjim që ndryshon gjithçka. Në këtë ditë, çdo fjalë, çdo mendim, çdo vendim ka peshën e fatit. Nëse je mes atyre që do të ndjejnë dridhjen e kësaj dite, mos e injoro. Universi po të dërgon sinjalin që ke pritur prej kohësh. Dëgjo me kujdes. Luani, energjia e kësaj të martë ndez flakën e ambicjes brenda teje. Diçka që ke pritur prej kohësh mund të ndodh pa pritur, një telefonat, një propozim, një shans që të ngre më lart. Por duhet të jesh gati ta kapësh. Në dashuri, dikush që të ka ndjekur në heshtje mund të afrohet me guxim. Mos e mbyll derën. Në financa mund të marrësh një lajm që të sjellë qetësi, por edhe përgjegjësi të reja. Disa vendime që i ke shtyrë s'mund të vonohen më. Dita e 11 nëntorit sjell ndriçim të madh për luanët që guxojnë. Mos prit që fati të vijë, dil e përballet. Universi është në anën tënde, por pret që të lëvizësh i pari. Mesazhi për ty. Kur ti ndriçon, bota e vëren. Akrepi, për ty, akrep, kjo ditë është si një pasqyrë e shpirtit. Gjithçka që ke mbajtur brenda, del në dritë. Mund të kesh një bisedë të papritur që zbardh një sekret, një ndjenjë apo një e vërtetë që të çliron. Në punë, një person që e ke ndihmuar më parë mund të kthehet tani për të hapur një derë. Në dashuri, ndodh një kthes, ose rilindje, ose mbyllje përfundimtare. Në financa, mund të marrësh një sinjal për një projekt që ka potencial të madh fitimi. Mos ki frikë nga ndryshimi, edhe nëse duket i fortë. Hëna dhe Marsi bashkohen për të zgjuar fuqinë tënde të brendshme. Mesazhi për ty. Mos haro kush je. Një shpirt që ringjallet çdo herë më i fortë. Demi, e marta e 11 nëntorit të vendos përpara një zgjedhjeje të madhe, sigurinë ose guximin. Në punë mund të ndjesh se një situatë ka ardhur në fund, por në vend të frikës ndjen një lehtësim të thellë. Një derë tjetër po hapet. Në dashuri, dikush mund të kërkojë sqarim. Mos fshihesh pas heshtjes. Në financa, stabiliteti fillon të rikthehet, por kërkon planifikim të mençur. Është dita për të shkruar diçka, për të folur, për të vepruar. Universi të mbështet në çdo hap që vjen nga zemra. Mesazhi për ty. Mos u lidh me atë që është e lehtë, lidhja e vërtet lind nga ajo që të frymëzon. Binjakët, kjo ditë sjell lëvizje, takime dhe sinjale të papritura. Dikush mund të kërkojë ndihmë ose të ofrojë një mundësi që se kishe menduar. Në punë, është momenti i duhur për të komunikuar idetë. Dikush po dëgjon. Në dashuri, ke mundësi për pajtim ose një lidhje që ndriçon sërish. Kujdes vetëm me fjalët, çdo gjë që thuhet këtë ditë mbetet. Në financa, mund të marrësh një pagesë ose një ofertë shtesë. Kjo është dita për të bërë veprime të zgjuara. Mesazhi për ty. Universi nuk flet me fjalë, por me ngjarje. Vështro përreth, përgjigjja është aty. Peshqit, energjia e 11 nëntorit për ty është e thellë dhe shpirtërore. Do ndjesh emocione të forta, por edhe frymëzim të papritur. Në punë, diçka që ke dhënë me dashuri mund të shpërblehet papritur. Mund të marrësh një lajm që prek zemrën dhe të jep shpresë për diçka të re. Në dashuri, është koha për hapje emocionale. Mos u fshi më pas heshtjes. Nëse je single, një njohje që vjen përmes një situate të thjeshtë mund të kthehet në diçka të veçantë. Financiarisht, kjo ditë mund të sjellë surpriza të vogla, por me domethënie të madhe. Mesazhi për ty. Mos haro se mrekullit ndodhin kur ndalon së dyshuari.
Kjo e martë nuk është një ditë si të tjerat. Universi po i vendos disa prej jush në një rrugë të re, rrugën e fatit, të shpresës dhe të vendimeve që do ndryshojnë gjithçka. Shkruaj në komente. Jam gati për ndryshimin tim. Jep një like nëse ndjeve energjinë e kësaj dite. Abonohu që të mos humbasësh mesazhet e universit. Shpërndaje këtë video që të arrijë tek ata që kanë nevojë për dritë sot.